إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Falënderimi takon Allahut subhanahu wa ta'ala. Ata falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, nuk ka dyshim se Islami është fe e përsosur, është fe e kompletuar, është fe e zgjedhur, fe e zbritur nga Allahu Azza wa Jall, fe e vetme e pranuar tek Allahu Azza wa Jall. Islami nuk është fe në një kohë të caktuar, në një muaj të caktuar, fe sezonale, apo fe vetëm me disa rituale që njeriu mund të bazohet dhe nënshtrohet në te në një kohë dhe mund t'ia kthen shpinën asaj në një kohë tjetër. Islami është sistem, Islami është jetë, Islami është ajo fe me të cilën besimtari jeton, me të cilën besimtari frymon, nga e cila besimtari nuk ndahet asnjëherë. Muslimani është musliman gjatë gjithë jetës së tij, në çdo kohë, në çdo muaj, në çdo javë, në çdo moment, në çdo sekondë të jetës së tij, ai është musliman. Islami nuk përfundon, edhe nëse përfundon ndonjë kohë e caktuar, ndonjë muaj i caktuar, edhe nëse përfundon Ramazani, Islami vazhdon. Ramazani përfundoi, Ramazani shkoi, mirë po ne edhe pas Ramazanit, elhamdulillah, jemi musliman, andaj vazhdon namazi, andaj vazhdon agjerimi, andaj vazhdon dhikri, vazhdon Kurani, vazhdon punët e mira dhe nuk përfundon asgjë pas Ramazanit, përveç obligueshmëria e tij e agjerimit gjatë atij muaji. Allahu Azza wa Jall na urdhëroi të gjithëve duke thënë: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Adhuroje Allahun, adhuroje Zotin tan deri kur? Deri kur të vjen vdekja. Deri në vdekje muslimani është musliman. Kjo është porosia e Allahut Azza wa Jall edhe ndaj pejgamberëve të tij, saqë Allahu Azza wa Jall tha në fjalët e Isait alayhis salam: "Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya." Më urdhëroi Allahu, tha Isai alayhis salam, më urdhëroi Allahu me namaz, me zekat, sa të jem i gjallë, por derisa je i gjallë, je musliman, por derisa je i gjallë, je i urdhëruar, por derisa je i gjallë, je i porositur. Andaj kështu Allahu i lavdroi besimtarët e mirë, muslimanët e mirë dhe tha: "Alladhina hum ala salatihim daimun." Ata të cilët në namazin e tyre janë për gjithmonë ata janë me namaz, për gjithmonë ata janë musliman, për gjithmonë ata qëndrojnë në fenë Allahut Azza wa Jall dhe nuk ja kthejnë shpinën Islamit pas Bajramit. Islami vazhdon.
Islami do të vazhdon deri në fund. Ne duhet të ecim në këtë rrugë, në rrugën e Allahut Azza wa Jall, deri në vdekje. Ato ibadete që i kemi bë, ato namaze, atë agjerim, atë zekat e sadaka, atë dhikr, atë Kur'an, gjitha ato punë të mira, dëshirojmë që t'i barim me vete e të dalim me ato para Allahut Azza wa Jall. E mos të bahemi si ai njeriu i cili e mbush thesin e tij për plot me lira të arit, mirë po thesi i tij është i grisur dhe duke ecë rrugës fillon gradualisht duke i humb ato, kur të arrin në shtëpinë e tij e gjen atë të zbrazët. Ne e kemi mbushur thesin, jemi munduar sadopak, kemi bë ibadete, mos t'i zbrazim ato, mos t'i prishim ato, mos t'i lam ato në dunja, t'i marim para Allahut Azza wa Jall, nga se ka mundësi veprat e mira edhe të prishen, veprat e mira edhe të shlihen, kur ne ja kthejmë shpinën fesa Allahut Azza wa Jall pas të mirave që i kemi bë, ndërsa Allahu tha në Kur'an: "Wala tubtilu a'malakum", mos i prishni veprat e juaja. Andaj siç ka mundësi që veprat e këqija të shlihen me veprat të mira, ka mundësi edhe veprat e mira të shlihen me veprat e këqija. Andaj ato ibadete që i kemi bë, ti ruajmë ato dhe ti marim para Allahut Azza wa Jall. Andaj kërkohet që secili prej nesh, çdo besimtar, çdo musliman në ibadetet e tij të jetë i vazhdueshëm. Ndoshta s'kemi mundësi të jemi siç kemi qenë në Ramazan dhe nuk kërkohet të jemi siç kemi qenë në Ramazan, pasi që Ramazani ka mirësi, ka veçori që nuk i kanë muaj tjerë. Mirë po, jo ta lam ibadetin tërësisht, jo ta lam namazin tërësisht, jo ta lam Kur'anin tërësisht, jo t'i ja kthejmë shpinën Islamit në përgjithësi, të mundohemi të vazhdojmë në punë të mira. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall", veprat më të mira, më të dashura të Allahu Azza wa Jall janë ato vepra që janë të vazhdueshme, edhe nëse janë pak. Mirë po janë të vazhdueshme. Besimtari është në ato vepra gjatë gjithë jetës së tij. Kështu e kuptuan besimtarët e mirë, kështu e kuptuan sahabët kur e dëgjuan një fjalë nga Allahu, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëndruan me te deri në vdekje. Kështu ndodhi me Aliun radiallahu anhu dhe Fatimen radiallahu anha, të cilët kërkuan shërbetore që t'ju ndihmon në punët e shtëpis. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "A doni t'ju tregoj një vepër të cilën nëse e bani do t'ju ndihmon më shumë se shërbetorja?" Than: "Po ja Rasulallah." Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Para se të fleni, kur të bini në gjumë, thoni 33 herë Subhanallah, 33 herë Elhamdulillah, 34 herë Allahu Akbar. Allahu do t'ju ndihmon dhe do t'ju jep fuqi për ditën e nesërme." Tha Aliu radiallahu anhu: "Prej kësaj dite, këtë dhikër ma nuk e kam lënë asnjëherë të vazhdueshëm në punët e tyre." I than ati: "As në luftën e Sifinit, as në gjendje lufte nuk e ke lënë këtë dhikër, edhe atë natë të vështirë." Tha: "As në gjendje lufte, të vazhdueshëm në punët e tyre, të vazhdueshëm në ibadetet e tyre." Kështu ndodhi me Bilalin radiallahu anhu, të cilit i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "O Bilal, çka ke boti, çka është puna jote, që nallet e tua i kam dëgjuar në xhennet?" Bilali radiallahu anhu, me gjithë se kishte bë vepra të mdhaja e të shumta, tha: "Unë çdo herë që kam marrë abdes, nuk e kam lënë atë pa i falë disa rekat." I vazhdueshëm në punët e tij të mira. Andaj secili prej nesh, andaj secili besimtar
andaj secili musliman është i obliguar që të jetë i vazhdueshëm, të vazhdon në ato ibadete, të mos ja kthen shpinën islamit, të mos ja kthen shpinën namazit, të mos ja kthen shpinën agjërimit. Andaj orasisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na porositi dhe na nxiti për ata që kanë mundësi pas Ramazanit ti agjërojnë edhe 6 ditë të tjera, të cilat janë 6 ditët e muajit Shawwal. Në këtë muaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ai i cili i agjeron 6 ditë të muajit Shawwal e ka shpërblimin si kur të agjeron gjithë vitin. Ai i cili e ka agjeruar Ramazanin, pastaj e pason atë me 6 ditë të Shawwalit, i llogaritet Allahu si kur të ketë agjeruar gjithë vitin, nga se 30 ditë nga 10 shpërblimi sa 300 ditë, dhe 6 ditë të muajit Shawwal nga 10 shpërblimi sa 60 ditë, 360 dit i llogaritet si kur të ketë agjeruar për hir të Allahut Azza wa Jall. Andaj ai i cili vazhdon në ibadete, ai i cili vazhdon në punë të mira, shpërblimi i tij do të jetë i madh. Shpërblimi i tij te Allahu do të jetë edhe atëherë kur nuk ka mundësi të bën vepra të mira. Ai i cili punon mirë në momentin që nuk ka mundësi t'i bën ato vepra, Allahu ja regjistron si kur ti kishte bë atë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse njeriu sëmurët apo është udhëtar dhe nuk ka mundësi t'i realizon ibadetet e kaluara, Allahu ja regjistron, Allahu e shpërblen me ato vepra që i ka bë kur ka qenë i shëndosh apo kur nuk ka qenë udhëtar. Andaj njeriu shpërblehet nëse është i vazhdueshëm në punët e mira. E ai i cili vazhdon në ibadeten e Allahut, është shumë mundësia shumë më e madhe që ai njeri të përfundon me vepra të mira, ti adorzon shpirtin Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi 'abdin khairan assalah, kur Allahu ja don robit të mirën, e mjaltos atë, në një transmetim e shfrytëzon atë, në një transmetim e pastron atë. Allahu e mjaltos robin e tij kur Allahu ja don të mirën. Than sahabet, si e mjaltos Allahu dikand, ja Rasulallah? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja mundson me e bë një vepër të mirë, dhe në atë vepër të mirë ja merr shpirtin. Kështu Allahu Azza wa Jall, ati i cili vazhdon në punë të mira, ai i cili vazhdon me namaz, mund të vdes në namaz, ai i cili vazhdon me agjërim, mund të vdes agjërueshëm, ai i cili vazhdon me Kur'an, mund të vdes duke lexuar Kur'an, ai i cili vazhdon duke thënë la ilaha illa Allah, duke bë dhikr, është mundësia e madhe që edhe vdekja e tij të jetë me la ilaha illa Allah. Ne lusim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na mundson të jemi të vazhdueshëm në ibadetet tona, të vazhdojmë në namazin ton, në agjërimin ton, në leximin e Kur'anit, në dhikrin, në ibadetet tona. Allahu mos të na bën prej atyre që ja kthejnë shpinën islamit pas namazit të Bajramit. Allahu Azza wa Jall të na mundson të jetojmë me iman dhe të vdesim me iman dhe t'ja dorëzojmë shpirtin Allahut ashtu si Allahu është i kënaqur. Lusim Allahun Azza wa Jall, muslimanët kudo që janë, Allahu t'i ndihmon, gjendjen e tyre Allahu ta lehtëson, të varfërit tanë Allahu t'i pasuron, të sëmurët tanë Allahu t'i shëron, të vdekurit tanë Allahu t'i mëshiron. Lusim Allahun Azza wa Jall, nga dënimi i tij të na shpëton, në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.